Atëherë do si e pas paraqitjen e Elbasanit në ndeshjen e parë të Paku Kryesorë. Them të drejtën, pëlqem një bate ndoshta më të fortë, por për Elbasanin ishte një paraqitje për mua shumë e mirë, sepse ishte pothuajse 80% e ekipit i rinovuar. Më bënë shumë përshtypje grupi prapë në fjalë kolektiviteti Marina, ndoshta ndikoi edhe pjesa kryesore Bruno Lule si kapiteni i ekipit, i cili ndoshta ishte organizatori mirë mbrapa dhe i dhaj zemër ekipit. Por më lanë, sidomos mbresa Nikaj, një lojtar siç unë e maj me gjua që nga Skënderbeu, që ishte prapë në formën e vet. Me këtë rezultat dhe me këtë paraqitje, si e shihni kualifikimin? Shihni të mundur ndeshjen finale? Unë mendoj që është i mundur, sepse edhe po të vijë re, neve duhet të kishim shënuar dhe gol tjetër. Momenti i pësimit të golit ndoshta ishte edhe çiki pakujdesi, u shfrytëzoi çik si neglizhencë ndoshta e Begut Majt, dhe aty krosimi perfekt pasaj që i cili s'kishte çaj bante as kush as nga mbrojtësat as portieri. Unë mendoj që do ta kalojnë turin, sepse më pëlqeu grupi, më pëlqeu lufta dhe më pëlqeu mënyra e lojës se si ishin ndërtuar. Çfarë do të bëjë Elbasani ndryshe në ndeshjen e këtij për ta fituar ndeshjen? Mendoj që do të jenë pak më të qartë taktikisht, duhet të shfrytëzojnë kundër sulmin shpejtësinë edhe të Nikajt edhe të Djalos, dhe besoj që edhe Hebaj do të arrijë nivelin e vet që ka, nuk e di sepse si mund të jetë se fazë paritore janë ekipet, lojtarët kanë ardhur ndoshta edhe nga lodhje nga kampionatet ku kanë qenë jashtë, por sido që qoftë është një mini fazë kjo dhe do thotë që unë shpresoj që ekipi të rregullohet. Dhe kam bindjen që me kundërsulmin e shpejt me Nikajn edhe me Djalon besoj që do ja dalim.